Bia dhe Toni ndodhen në një nga qoshet më të qeta të shtëpisë, larg zhurmës së banorëve të tjerë. Të dy duken të relaksuar, duke biseduar dhe duke qeshur me njëri tjetrin. Atmosfera mes tyre është e lehtë, e ngrohtë dhe duket sikur po krijohet një afrimitet i natyrshëm. Ndërsa biseda vazhdon, Bia e sheh Tonin në sy për pak më gjatë se zakonisht. Ka diçka në mënyrën si e vështron që tregon se ajo ndihet mirë pranë tij. Ajo afrohet ngadalë, me një buzëqeshje të ndrojtur, dhe Toni nuk largohet, përkundrazi, ai duket i surprizuar, por i kënaqur nga vëmendja e saj. Në një moment të qetë, Bia i afrohet edhe më shumë dhe i jep Tonit një puthje të lehtë, plot ngrohtësi. Toni buzëqesh menjëherë dhe duket qartë se nuk e bezdis ky gjest, përkundrazi, atij i pëlqen vëmendja e saj dhe mënyra si ajo e shpreh afërsinë. Pse më sheh ashtu? E pyet Bia me buzëqeshje, duke u mbështetur pak më afër tij, sepse je ndryshe, i thot Toni, pak i emocionuar, por me një ton të qetë. Me ty ndihem rehat. Ata vazhdojnë të bisedojnë, duke shkëmbyer batuta dhe duke u afruar natyrshëm, sikur po njohin pjesë të reja të njëri tjetrit. Banorët e tjerë që kalojnë andej këtej i shikojnë me kureshtje, pasi është hera e parë që i shohin të dy kaq afër. Duket qartë se mes Bias dhe Tonit po krijohet një lidhje e vogël, qoftë miqësi e fortë, qoftë një pëlqim që po rritet ngadalë. Të dy po kalojnë kohë të mirë, po rrinë pranë njëri tjetrit dhe po ndërtojnë një atmosferë që i bën të duken gjithnjë e më të afërt. Çfarëdo që të jetë, një gjë është e sigurt, publiku do e vërë re këtë afrimitet shumë shpejt.